Vetëm 4 shenja do ndjejnë forcën e universit këtë javë. A je ti njëra prej tyre? Ka momente që s'janë thjesht ditë, janë kthesa të mëdha. Kjo javë sjell një valë energjie të rrallë, dhe vetëm 4 shenja janë në frekuencën e saj të vërtetë. Kur universi flet, të gjithë dëgjojnë, por jo të gjithë kuptojnë. Ata që janë gati do ndjejnë një nxitje të brendshme, një shtytje të padukshme, si një dorë që të tërheq drejt asaj që ke pritur prej kohësh. Ndoshta është një mundësi që të ka munguar. Ndoshta është një përgjigje për një lutje të heshtur. A ndihesh sikur diçka po ndryshon për ty? Mos e injoro këtë sinjal. Kjo nuk është thjesht një javë. Është një ftesë nga universi për të ecur drejt së ardhmes. A je gati të zbulojmë nëse je një nga të përzgjedhurit? Dashi. Energjia që vjen për ty këtë javë është zjarri i pastër. Do ndjesh shtys për të ndërmarrë veprime që i ke shtyrë për muaj të tërë. Do ndihesh i pathyeshëm me ide të qarta dhe vendime të forta. Diçka që të ka bllokuar shpirtërisht do të zhbllokohet. Është momenti yt. Gaforia. Në zemrën tënde ka lëvizje. Një ndjesi që të thotë, është koha. Intuita jote forcohet dhe lidhjet emocionale marrin drejtim të ri. Mund të shfaqet një person që ka rëndësi të veçantë, ose një përgjigje për diçka që të ka munduar. Mos injoro sinjalet. Ato të çojnë drejt dritës. Shigjetari. Kjo javë të sjell një pastrim të madh mendor dhe shpirtëror. Do kuptosh më mirë veten, qëllimet dhe rrugët që duhet të ndjekësh. E kaluara humbet fuqinë që kishte mbi ty. Tani është koha të ndërtosh mbi atë që je vërtet. Energjia është me ty. Mjafton të veprosh. Peshqi. Universi po të flet qartë këtë javë, me ëndra, ndjesi dhe shenja që nuk duhen anashkaluar. Kjo është një periudhë e thellë reflektimi dhe zgjimit të brendshëm. Ndihesh më i lidhur me gjithçka rreth teje. Mos u trem nga ky intensitet. Është fillimi i një ndryshimi të madh. Nëse je një nga këto 4 shenja, dije që kjo javë është për ty. Mos prit të ndodh vetë vepro. Ndiq ndjesinë dhe hap zemrën. Universi ka folur. Tani je ti në radhë. Komento poshtë nëse ndjeve diçka gjatë videos. Dhe mos haro të ndash këtë me dikë që ka nevojë ta dëgjojë.